Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar Gjon Tuçaj, sekretari i shtetit për qeverinë teknike të Shpresës së Kombit. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Mirëmbrëma e përshëndetje, mirëmbrëma populli shqiptar. Zoti Gjon, në datën 27, ora 2, Shpresa e Kombit do të zhvillojë një miting paqësor te Skënderbeu, kryeministria Kuvendi. Ç'mund të na thoni ju në lidhje me këtë miting që do të organizohet? Nesër masdite në orën 2, organizimi ynë, Partia Shpresa Demokrate, ma mi gjitha Shpresa e Kombit, me në krye zotin Pellum Pellinçi. Do ta falenderoj përzemërsisht e personalisht për vizionin e tina, për dhuntin e tina, për forcën e tina, për bashkëpunimin e tina me ne, me mua personalisht, edhe me krejt ata njerëz që janë bashkua e na kanë sostenua. E vazhdojnë, na klikojnë, na komentojnë, edhe presin me padurim takimin e nesërme në orën 2. Takimi i nesërme në orën 2 është një ditë për kujtimit, për të partë tanë, për dëshmorët tanë, për ata që dhanë jetën për këtë tokë. Është një mirupafshëm, një lam të mirë krejt personave që tash 100 vjet e majtën kombin peng. I shkatruan familjet patriotike, i shkatruan familjet e stuota, i shkatruan djemë të ri mënyrën mash njerëzore. O të pushkatuam, o të internuam, o të sekustruam, e pse jo, edhe të rekrutuam disa që s'mujtën mja dalë, por pak janë kanë të rekrutuam. Nesër në orën 2, do të bëjmë zhvillimin e parë të Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ai prinsi ynë i shqiptarisë, por edhe kombeve tjera, se kur ka pas nevoj kombe tjera, i kanë banzan edhe janë shtëkan. Se historikisht, populli shqiptar nuk i ka shpall luft kur as një kombit, as një etnijet, as një shtetit. Shtetet tjera kanë ardhur gjithmonë me na përqa, me na luftua, edhe pse jo me na eliminua. Mas orës 2, ne do të shkojmë me nez në 3 pozicionet ndryshme. Që ato janë parlamenti, ministria, e tjera, që s'duas me u përmenë emnin. Unë u thëmë qerdhe. Aty, organizata e komunizmit bolshevik, aty kanë programua, kanë sajua, me eliminua familjet, herojt tonë, shqiptarë, me i pushkatua e me i internua, me i eliminua. Ja kanë dalë dhe një pikë, por nuk ja dullën totalisht. Ne jemi këto, nipat, stërnipat e Skënderbeut. Nipat e stërnipat të këtyne persona që dhanë jetën për këtë tokë. Do shkojmë me nezën këto 3 pozicione 3 qira. Në shenj respektit, në shenj kujtimit, edhe në shenj të përgjithësisë tanë me i kallëzua popullit shqiptar e atyne persona që kanë pas memorien e shkurtën, që ata në vërtet janë dekun, por janë gjallë se është forca jonë e bashkimit kombëtar me kufi natyror. Cila është thirrja juaj? Thirrja eme, mesazhi juaj më saktë. Mesazhi ma thirrja eme e kthyer drejt në sy popullin shqiptar. I bëj thirrje herë në radhë parë mergjimtarve, që tash 30 vjet, 50 vjet, 100 vjet në mergjim. Ata janë integrua, kanë pasaporta tjera, por ama ata janë shqiptar. U bëj thirrje nesër, mraman, në orën 12, për herë të parë në tokën shqiptare, do t'jenë dita e bardhë e shtetit shqiptar me kufi natyror. Do t'jenë dita e gëzimit, do t'jenë dita e eliminimit
totalisht të komunizmit bolshevik. Kjo di ajo natë në orën 12:00 do të mahet men i herë e përgjithmonë kombi shqiptar e kombi bashkimit. Edhe do të na, ja u garantoj që do të na filmojnë si gazetar të huaj, si gazetar shqiptar, por edhe satelitet botnore. Nesër mraman në orën 12:00 do të mesin e do të shkruhet në kushtetut shqiptare, ma në kushtetut amerikane që është përkthye shqiptare. Duhet të përqafoj personalisht popullin shqiptar, popullin amerikan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që na prunë dhe këto, që na dulen zot e u bame vlla e motër. Për herë të parë, do të nollin i herë përgjithmonë në historinë botnore që Shqipnia kanë me kanë dy flamojt, në krahin e djathtë amerikan e në krahin e majtë shqiptar. E ne, si popull shqiptar, nuk në do të na spostojnë ma në për dogana, në për aeroporte, në për shtetet huja, si kategorie dytë. Ne do t'jemi kategorie parë, se për herë të parë, flamuri shqiptar më i vujtë në botë, e flamuri më i fort e Shtetet e Bashkuara që është forca hynore e forca botnore, do të bashkohen bashkë. E pra, ta respektojmë të dy flamuj, ti duam e ti respektojmë me gjithë shpirt, se e meritojmë edhe na, e tien edhe ata ballhapun, ka kanë një mua, e ka këndosht, e ka duan nesër masorës 12 vllazni. Do të shkruajnë të në gazetat botnore, televizionet botnore. Çka do të nollin nesër mraman në orën 12. U baj ftesë populli shqiptar. Hajde një sa ma shumë, ta kalojmë i natë mas orës 12, ta kalojmë i natë që të mesin shenjë i here për gjithmonë të lirohet Shqipnia e bardhë e Shqipnia me flamur kuq e zi, e me flamurin Amerikan, me shtetet bashkume që është shteti kryesor botnor, që për herë të parë, ja u përsëris për prap, sateliti do të ulet në qytetin e Tiranës, në zemër të Shqipërisë. Dua të falenderoj, dua të përshnes, ma mi gjitha duhet i bajnë thirrje Kosovës, por nuk ka Kosova, Derdani, Macedoni, Malizi e Qameri të bashkohna e të metet simbol i here për gjithmonë, edhe të thomë lam të mirë bolshevikëve e lam të mirë anëmiqve. Të falenderoj. Faleminderit. E nesër ditë gëzimit. Jam plotësisht i vetëdijshëm edhe e pres më duken minuta shumë më të gjatë se sa ditë tjera, sa do t'i llogoris qyshin këtë moment edhe deri në orën 2 nesër mas dite. Faleminderit shumë. Ju përqafoj populli shqiptar.